Në ndërkohë, mund të na pyesin edhe qytetarë pasoj interviste se cili është përfitimi direkt i tyre, se unë e thash gjithmonë flasim kur ata përfitojnë. Dhe do doja shumë ta sqaronim edhe këtë pjesë, sepse elaborimi, ngritja e këtyre kauzave, ndoshta shpesh mund të themi po çfarë na vjen neve, po direkt ose indirekt na vjen shumë. Pikërisht, unë përsëri po e përmendi fjalën parandalimi. Ne çdo mëngjes do të më mendu se cilat janë veprimet tona, apo si të ndihmojmë, apo të ndikojmë në jetën tonë cilësore, duke pas një ushqim të mirë, duke mos përdorur për shembull sheqer ose krip, por përdorim fruta, përdorim perime, përdorim ujë, të praktikojmë ecje, spaku 30 minuta, të përdorim mënyra të tjera të cilat neve na ndihmojnë për me pas një jetë më të mirë, më cilësore. Nëse ne investojmë dhe i konsiderojmë këtu praktika, atëherë ne do të kemi një gjatësi më të mirë edhe një gjatësi më cilësore. Më pak smundje, më pak kosto apo shpenzime, dhe këtë mënyrë ne ndihmojmë edhe shtetit. Është një proces ku përfitojnë të gjithë. Çdo lëvizje, çdo vendim apo veprim individual, rezultati pastaj është kolektiv. Edhe në këtë aspekt ne edhe krejt kampanja dhe gjitha ato intervenimet cilat jemi duke i zbatu është thirrje për të gjithë, është përgjegjësi e të gjithëve. Nuk mundemi të kërkojmë përgjegjësi vetëm prej një sektori apo prej një institucioni. Të gjithë ne duhet me u angazhu, me kontribu edhe me përkra procesin apo ligjin, po edhe me i zbatu rekomandimet cilat japin profesionistët shëndetësor.